a ka dokumentim për pretendimin e disa për sulmin e shtëpisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe njëkohësisht vajzës së tij nga disa prej sahabëve, përndje parafisht. Këto janë rana të rafidhive, vëllai janë. Rana të rafidhive. Rafidhit armisht sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe armisht në realitet të vetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shiat, ata pretendojnë që Umar radhiyallahu anhu e ka sulmu Aishën, e ka sulmu Fatimen, çikën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është ran shumë e madhe, nga se sahabit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë respektuar shumë familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë dashur shumë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe sahabit e pejgamberit sallallahu kanë pas dashuri me një tjetrin dhe kanë qenë shumë të afërt me njëri tjetrin. Ndërsa rafidhit, ata qëllimin kryesor e kanë që t'i nxjerrin nga feja e Allahut shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i urrejnë ata më shumë i urrejnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët kanë qenë natë ditë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sesa që i urrejnë jehudët e krishterët. Kjo është feja rafidhive të poshta.